Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shenjës së gaforës. Uroj të jeni mirë. Do bëjmë leximin e radhës, kërkoj ndjes për javën e kaluar, nuk arrita dot, por që do ju kompenzoj. Do lexoj pothuajse çdo ditë, do ju bëj nga një mesazh dhe leximet do jenë të përpikta çdo të diel. Dhe të shohim të dashur gaforës se çfarë mesazhesh apo këshillash do marrim për ju kësaj radhe. Po fillojmë me drejtësinë. Drejtësia të dashur mund të jetë çështje ligjore, ndarje, divorc, çështje pronash, ku di unë, drejtësi të mënyra të ndryshme, por ajo e bukura është e kësaj që do të vihet ligji i rendit. Të dashur, me keqardhje mund t'ju them, me keqardhje po them se nuk është ndonjë lexim shpresëdhënës me sy të parë që shikoj kështu, por që gjithmonë ka shpresa, këtë mos e harroni. Çfarëdo që është duke ndodhur në jetën e juaj që kërkoni një drejtësi, që nuk do thot patjetër që të keni çështje ligjore. Është një drejtësi që e kërkoni, një padrejtësi që është apo për t'ia dhënë. Tani, dua t'ju bëj të qartë, asnjëherë askush nuk të mundohet t'ju jap juve drejtësinë, gjithsekush për veten e tyre. Drejtësia u takon juve të dashur ta merrni. Atë drejtë që ju takon juve është e juaja dhe askujt tjetër. Në vend se të qëndroni në gjërat që unë po vuaj, unë e kam keq, tani ta marr një shembull se kështu më dërgon ky lexim i juaj të marr shembuj të tillë. Ta marr një shembull. Jeni në një martesë, jeni në një lidhje, në një punë, meni për atë çfarë është situata juaj. Toksike, nuk është në rregull, është çdo gjë nuk është duke shkuar ashtu siç duhet. Ja po unë kam dëruar, ja po unë e kam toleruar, ja po unë e kam falur, ja po unë e kam absolutisht atë e dëgjoj, por që faji kujt është këtu, të dashur? Është faji i personit, është faji i situatës, apo është faji i jon që qëndrojmë aty? Mund ta falim personin 1.000.000 herë dhe kjo neve nuk na bën më të mirë, absolutisht. Po na bën më çfarë? Mos ta them. Na bën të padinjtetshëm, pa shtyllë kurrizore, na bën të pavlerë, na bën të pabesueshëm, na bën të padashur. Gjitha këto na bëjnë. Absolutisht, ne jemi të destinuar, absolutisht të përjetojmë sfida, dështime, gënjeshtra, mashtrime, të bijmë pre gjërave të ndryshme, por mund të bijmë një herë dhe 2 herë, por të tretën është faji jon. Dhe çfarëdo që drejtësie që kërkon këtu, është e jotja dhe në dorën e juaj. Qëndrimi juaj është jeni duke i shkaktuar vuajtje të panevojshme vetes së juaj. Derisa mundësia për të bërë hapat para, pa apo në mënyrë ndryshe nga ky person, nga kjo situatë, është në dorën tonë. Katër të pasqyrës, shikoni ku janë këtu, katër të pasqyrës është një lloj depresioni, do ta quaj, apo një lloj mërzie, një lloj melankolie, sikur çdo kush secili e ka më mirë se ju. Dua ta keni të qartë të dashur gafor. Asgjë nuk vjen nga Zoti. Shpeshherë është i keq kuptuar besimi i jon. Çdo gjë presim që jo, kjo është kismeti jon, kjo është kështu e shkruar. Nuk është e vërtetë. Pse dikush është më me fat e dikush më me pak? Nga veprimet, nga zgjedhjet tona. Ato na bëjnë të dallojmë nga të tjerët. Pra, mos mendoni që bari është më i gjelbër te komshit. Dhe mund të jetë, absolutisht, por janë zgjedhjet e atij personi që kanë bërë ta ketë më mirë, ta ketë atë barin më gjelbër. Pra, këtu vuajtjet apo mënyrën se si jeni duke qëndruar në këtë lidhje, në këtë punë, viktimizimi i juaj, sakrifica juaj, ka kaluar çdo norma tani për të qëndruar aty. Çfarëdo që të jetë ajo, të dashur. Lidhje, familje, konflikte, mosmarrveshje, mungesë burimesh, të qëndruarit njëjtë, pa marrë asnjë iniciativë, pa bërë as edhe një veprim. Kjo është zgjedhje jone, pra.
Do të thotë nuk është as për të ardhur keq për veten tënde, edhe as për një gjë, por që duhet të vetëdijsoheni. 5 të shpatës nuk është fundi, të dashur, dhe kështu nuk duhet të qëndrojmë. Kështu ishte shkruar. Jo, nuk është e vërtetë. Çdo ditë mund të ndryshojmë rrjedhën e jetës tonë me veprimet tona, me vendimet tona. Pra, 5 të shpatës do të thotë, të dashur, nuk ja vlen bara qeran të durimit, të sakrificës së juaj. Çdo gjë që keni bërë, ajo është më se e dukshme, më se e qartë që nuk ja vlen bara qeran. Intuita juaj, të dashur, ja ku është. Intuita juaj, ju e dini, ju e keni të qartë. Asgjë të rres, po ju them unë këtu, e dini, e ndjeni. Keni një intuit gjatë të zhvilluar. Për çfarëdo që është dhe jeni duke ankuar një kohë të gjatë tashmë, ka ardhur koha ti thoni mjaft kësaj gjëje, kësaj situate, këtij personi apo çfarëdo, mund të jetë vetë ju, duke menduar të ndryshoni mendimet, të ndryshoni absolutisht. Derisa unë besoj në një gjë dhe ajo gjë nuk më ka sjellur dhe nuk më ka bindur deri sot, çfarë duhet të bëj? Të ndryshoj ato mendime, të ndryshoj atë besim, të shikoj ku është ajo që unë mund ta prek, që unë mund ta ndjej, që është vërtet për mua. Pra, të dashur, në vend se ja ku është urtësia, është huti, absolutisht, the hanged man që thot një i varur. Jeni në një pozicion jo fort të lakmueshëm, të varur për një këmbë. Dituria është aty, intuita është aty, absolutisht. Por mungesi dëshirës së juaj, mungesi i veprimeve të juaj, nuk është aty. Pra, po mungon dëshira për të bërë ndryshime në jetën e juaj. Çfarëdo lloj drejtësie apo çfarëdo lloj gjëje që dëshironi ta keni, fillon nga vetë ju. Pra, ti përvjeli mendet dhe të bëjmë atë çfarë është më e mirë për ne, të dashur gavor. O tani, o kurrë.